Papastërtitë të mëdha konsiderohen këto lloje të papastërtive. Jashtëqitjet që dalin nga trupi i njeriu pavarësisht llojit të saj, jashtëqitjet e kafshëve të cilave nuk ju hahet mishi, papastërtia e madhe gjithashtu konsiderohet edhe jashtëqitjet e shpezëve të cilat janë shtëpiake. Alkooli konsiderohet papastërti e madhe, deri tërësia e tij konsiderohet papastërti e madhe, e vjellura me plot gojën konsiderohet papastërti e madhe, gjaku që rrjedh dhe qelbi konsiderohen gjithashtu papastërti të mëdha. Prej formave apo teknikave të pastrimit nga papastërtitë veçojmë, apo do të dallojmë. Fillimisht themi që mundësia e parë e pastrimit nga papastërtitë është përmes ujit, i cili është njëra prej materieve të cilat zakonisht përdoren për pastrim nga ndytësirat. Përmes shtrydhjes, nëse lënda e cila është goditur me ndytësirë është atij lloji që ka mundësi mu shtrydh dhe mu eliminua papastërtia, atëherë përmes shtrydhjes apo përmes fërkimit ka mundësi që të pastrohemi nga ndytësira. Kemi rastin kur me fërkimin apo me gryrjen spermës është pastruar rroba nga transmetimet të cilat vijnë nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmes fshirjes me dhej gjithashtu ka mundësi që të eliminohet papastërtia. Kemi raste kur shpata ne ka godit gjaku që është ndytësirë e madhe dhe është fshi dhe është fal me çatë shpatë, do të thotë që ka qenë e pastër dhe është pastruar. Shtazët pastrohen përmes therrjes së tyre. Lëkura e kafshëve ka mundësi me u pastrua përmes rregjes, duke i thellë sasi të kripës apo formës të caktuar të rregjes e kështu me radhë. Përmes fshirjes përmes dhejut apo fshirja përmes dhejut gjithashtu konsiderohet papastërti. Për shembull, lejohet me u fal me kpuca, edhe pse kpuca ka mundësi me has ndytësirë, mirë po duke ecur në sipërfaqen e tokës, ajo ndytësirë pastrohet përmes ecjes dhe fërkimit të kpucës me dhej dhe kështu konsiderohet që është e pastërt. Gjithashtu ka mundësi që të pastrohemi nga papastërtia edhe përmes tarjes. Për shembull, është ndot toka me urinë dhe është thaja tokë është terë, ka terë dielli dhe nuk vrehen shenjat e asaj ndytësire ku ka ra, në këtë rast konsiderohet që toka është e pastërt.